sabri në caktimet e fshehta të Allahut Azza wa Jall. Pra, në ato momente kur ti je shumë rahat, në ato momente kur je duke u dëfryer me familjen tënde, në ato momente kur ti mendon që çdo gjë po ecën mirë, të vije lajmi se djali yt ka pësuar aksident dhe ka vdekur. Në ato momente të vije lajmi se babai yt ja dorëzoi shpirtin Allahut Azza wa Jall. Në qovë se ti pas marrës e këtij lajmi, thua inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Të Allahut jemi dhe tek ai do të kthehemi. Ky është sabri më i madh që e don Allahu Azza wa Jall. Andaj, dietarët kanë komentuar se cili prej këtyre llojeve të sabrit është më i vlefshëm. Dhe kanë thënë se sabri në fatkeqësi dhe në caktimet e Allahut Azza wa Jall fshehta është sabri më i vlefshëm tek Allahu. Pse? Sepse dy llojet e para të sabrit është në vetdijen tënde, është në vullnetin tënd. O e adhuron Zotin, o nuk e adhuron. O ndalohesh nga mëkatet, o nuk ndalohesh. Por kur të vije lajmi për diçka që kur ti nuk e ke pritur, as nuk e ke dashur, është pa vullnetin tënd, dhe në fund ban sabër, kanë thënë dietarët, kjo është sabri më i shpërblyeshëm tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, thot Imam Aliu radiallahu anhu, durimi për besimin është sikurse trupi për kokën. A ka mundësi trupi të qëndroj pa kokë? Nuk ka mundësi. Ashtu besimi nuk ka mundësi të qëndroj pa sabër dhe pa durim. Gjithashtu thot Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu, imani i ka dy gjysma. Gjysma e parë është falënderim ndaj Zotit dhe gjysma e dytë është durim në raport me Allahun dhe në raport me njerëzit.